Skandal në Big Brother VIP Albania. 3 herë falet i njëjti person dhe rikthehet sërish në lojë. Ajo që dukej si fundi i rrugtimit të Rogertit pas debatit të ashpër me Monikën, rezultoi vetëm një kthesë e papritur në një histori që vazhdon. Pas momentit dramatik kur ai hapi derën dhe u konsiderua i larguar nga shtëpia, publiku mendoi se gjithçka kishte marrë fund. Por jo, Rogerti u rikthye sërish. Ngjarja erdhi pas përplasjes së fortë me Monikën në vazhdën e tensioneve të ditëve të fundit, ku ai kishte sulmuar rënd Seli me deklarata fyese dhe insinuata që tronditën opinioni. Ishte një klim ndezur me akuza, ofendime dhe një gjuhë që për shumë kënd kishte kaluar çdo kufi. Për një pjesë të madhe të publikut, ai duhej të ishte larguar shumë më herët. Sjelljet e tij kishin krijuar vazhdimisht polemika, por gjithmonë kishte një mënyrë për të shpëtuar. Dhe tani, për herë të tretë, i njëjti person falet dhe rikthehet në lojë. Momentin e daljes, shumë banorë e pritën me lehtësim. U duk si një mbyllje kapitulli, por rikthimi i tij ndryshoi gjithçka. Nga një diskualifikim i menjëhershëm, situata u kthye në një shans të ri. Dhe pyetja që po qarkullon kudo është e thjeshtë: si është e mundur që i njëjti person të shpëtojë vazhdimisht? Reality show jetoi nga tensioni, nga figurat që ndezin debat. Rogerti është padyshim një nga ata që krijon zhurmë, që ndan publikun, që prodhon reagim. Por kur faljet bëhen të përsëritura, loja fillon të duket e pabarabartë. Çudia më e madhe në gjithë këtë situatë është reagimi brenda shtëpisë pas rikthimit të tij. Asnjë banor nuk e kundërshtoi hapur vendimin. Askush nuk reagoi fort ndaj kthimit të tij. E vetmja që foli ishte Selin, e cila nuk e pranoi kërkimfaljen e Rogertit dhe qëndroi e palëkundur në qëndrimin e saj. Kjo heshtje kolektive ka ngritur edhe më shumë pikpyetje, sepse në një lojë ku çdo detaj komentohet dhe çdo debat shpërthen, mungesa e reagimit ndonjëherë flet më shumë se fjalët vetë. Dhe nga kjo që shikuan kemi të drejtë të pyesim a e falën me të vërtet banorët Rogertin ose thjesht nuk e ka mundësin dhe të drejtën e mendimit të tyre ndaj Rogertit. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.